Dashi. Dita e sotme sjell një val energjie që do të të ndihmojë të përballosh sfidat e vogla që dalin përpara. Zemra është e ngrohtë dhe është koha e duhur t'i tregosh dikujt sa shumë e vlerëson. Në punë, mbaj një qëndrim të hapur ndaj ndryshimeve. Mundësitë nuk vijnë shpesh, por sot do ta ndjesh aromën e një fillimi të ri. Financat kërkojnë vëmendje të veçantë, shmang shpenzimet e panevojshme dhe fokuso tek kursimi për të ardhmen. Një ndjesje e thellë paqeje mund të të përshkojë nëse gjen kohë të meditosh. Mos harro të kujdesesh për veten dhe të ndërmarrësh hapa të vegjël drejt mirëqenies fizike. Një mbrëmje e qetë me të dashurit do të kurorëzojë këtë ditë frymëzuese. Demi. Sot bota duket të jetë në harmoni me ritmin e shpirtit tënd. Në dashuri, emocionet fluturojnë lart dhe është momenti ideal për të ndarë ndjenjat e sinqerta me personin e zemrës. Një bisedë e ndjerë mund të zbulojë horizonte të reja mes jush. Në punë, përkushtimi yt do të sjellë rezultate pozitive, ndërsa një detyrë e munguar mund të kërkojë pak më shumë vëmendje. Financat janë në rrjedh të qetë, por është e mençur të shmangësh shpenzimet impulsive. Sot, meditimi ose një moment reflektimi do të ndihmojë për të gjetur qetësinë e brendshme që kërkon. Ky është një ditë ku shpirti yt kërkon të jetë i lirë dhe i shëndetshëm. Lër veten të udhëhiqet nga intuita dhe buzëqesh shpesh. Binjakët. Sot, mendja juaj do të jetë një hap përpara ngjarjeve dhe intuita do t'ju udhëheqë drejt vendimeve të zgjuara. Në punë, kreativiteti juaj do të shkëlqejë, duke ju hapur rrugë mundësive të reja. Kujdesuni që të organizoni mirë detyrat dhe të mos lini asgjë për minutën e fundit. Sa i përket dashurisë, është momenti i duhur për të treguar ndjenjat tuaja dhe për të ndërtuar ura komunikimi me partnerin. Nëse jeni beqar, një misi e re mund të shndërrohet në diçka më shumë. Në aspektin financiar, mbani një sy të kujdesshëm mbi shpenzimet. Ndjenjat tuaja do të kenë një nuancë optimiste dhe ju do të ndjeheni të mbushur me energji pozitive. Përqafoni ditën me zemër të hapur. Daforia. Sot, energjitë e ditës sjellin reflektime mbi marrëdhëniet tua të ngushta. Është koha për të ndarë ndjenjat dhe për të dëgjuar me zemrën hapur. Në dashuri, kujdesu që të shprehësh mirënjohjen për partnerin. Fjalët e ëmbla do të forcojnë lidhjen tuaj. Në punë, përshtatshmëria dhe fleksibiliteti janë thelbësore. Një projekt i ri mund të kërkojë më shumë përkushtim, por rezultatet do të të shpërblejnë. Financat duken të qeta, por qëndro vigjilent ndaj mundësive të papritura që mund të shfaqen. Sot është një ditë për t'u lidhur me natyrën. Një shëtitje e gjatë mund të të ndihmojë të gjesh paqe dhe qetësi të brendshme. Lëre intuitën të udhëheqë dhe ndihesh mirë me veten. Luani. Sot është dita e duhur për të treguar mirënjohje ndaj atyre që të kanë mbështetur. Në dashuri, bëhu i hapur dhe i sinqert me partnerin. Një bisedë e ngrohtë mund të forcojë lidhjen tuaj. Në punë, shkëlqimi yt natyror do të të sjellë në qendër të vëmendjes. Përdor këtë mundësi për të treguar aftësitë tua. Ruaj disiplinën financiare dhe shmang shpenzimet e tepërta. Një planifikim i mirë do të të ndihmojë të ndihesh më i sigurt për të ardhmen. Shijoni momentet e vogla dhe mos harro të gjesh kohë për veten. Një shëtitje në natyrë mund të të ofrojë qetësinë që kërkon. Beso në intuitën tënde, pasi ajo do të të udhëheqë drejt vendimeve të mençura soll. Virgjëresha. Sot është e rëndësishme të mbështetesh në intuitën tënde, e cila do të ndriçojë rrugën drejt vendimeve të mençura. Në ndikimin e yjeve, energjia jote kreative është në kulm, duke të shtyrë të eksplorosh horizonte të reja në punë. Përpiqu të përqendrohesh në detajet, pasi ato do të bëjnë ndryshimin. Në dashuri, përqafimet e ngrohta dhe bisedat e sinqerta do të çojnë në një lidhje më të thellë me partnerin. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të ndezë interesin tënd. Financat janë të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e panevojshme. Kujdesu për shëndetin mendor duke i dhënë vetes momente qetësie. Mos harro të vlerësosh gjërat e vogla që sjellin lumturi në zemrën tënde. Në këtë ditë, hapi krahët për të përqafuar mundësitë që të ofrohen. Peshorja. Sot, energjitë do të fluturojnë si fluska ajri në jetë, duke sjellë një ndjenjë harmonie të brendshme. Jepini kohë vetes për të reflektuar mbi ndjenjat dhe marrëdhëniet e dashurisë. Një bisedë e qetë dhe e hapur do të sjellë mirëkuptim të thellë. Në punë, yjet ju sugjerojnë të përqendroheni në projektet që kërkojnë kreativitet dhe bashkëpunim. Bashkëpunimi do të sjellë rezultatet më të mira sot. Financat do të jenë të qëndrueshme, megjithatë evitoni shpenzimet e panevojshme. Dita është ideale për të bërë plane afatgjata për stabilitet më të madh. Merrni kohë për të medituar ose për të bërë një shëtitje në natyrë, do të gjeni qetësi dhe frymëzim. Zemra dhe mendja do të gjejnë një ekuilibër magjepsës. Akrepi. Sot, universi të fton të ndalesh dhe të reflektosh mbi rrugëtimin në zemrën tënde.
Në dashuri, përpiqu të dëgjosh më shumë se sa flet, ndonjëherë heshtja është çelësi për të kuptuar partnerin. Në punë, sfidat mund të shfaqen, por aty qëndron mundësia për rritje. Mos u trem nga vështirësitë, sepse çdo pengesë është shkallë për suksesin tënd të ardhshëm. Financat kërkojnë vëmendje, prandaj është momenti ideal për të rishikuar buxhetin dhe për të bërë zgjedhje të mençura. Në momentet e shqetësimit, kujto të marrësh frymë thellë dhe të gjesh qetësi brenda vetes. Liria që kërkon është brenda teje, mjafton të zgjedhësh ta përqafosh. Buzëqeshja jote është magjike, mos haro ta ndash me botën. Shigjetari. Dita e sotme hapet me një dritë të re. Ndërsa hëna ndriçon horizontet, zemra juaj ndihet më e lehtë dhe e gatshme për të pranuar dashurinë që vjen drejt jush. Mos kini frikë të shprehni ndjenjat tuaja, sepse ato do të gjejnë terren pjellor. Në punë, një mundësi e re ju troket në derë, ndaj tregoni vendosmëri dhe siguri në çdo vendim që merrni. Financat kërkojnë më shumë vëmendje, shmangni shpenzimet e tepërta dhe fokusohuni te kursimet. Një moment reflektimi do të ndriçojë mendimet për të ardhmen. Jepini trupit tuaj kohën që meriton për pushim dhe relaksim, pasi energjia juaj është çelësi i suksesit. Kjo ditë është për ju si një kanavas e bardhë, gati për të mbushur me ngjyra të reja. Britsjapi. Një ditë e qetë po shfaqet me energji të mira që rrethojnë çdo aspekt të jetës. Në dashuri është momenti për të dëgjuar me vëmendje nevojat e partnerit. Ky dëgjim i ndjeshëm mund të sjellë një thellim të lidhjeve emocionale. Në punë, përqendrohuni te detajet, pasi ato janë çelësi për të arritur suksesin. Aftësitë tuaja organizative do të vlerësohen dhe mund të shfaqen mundësi të reja. Financat duken të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Një qasje e kujdesshme mund të ndihmojë në ruajtjen e ekuilibrit financiar. Shpirti juaj është në kërkim të paqes. Një shëtitje në natyrë ose pak kohë për vetreflektim do t'ju sjellë kënaqësi dhe qetësi të brendshme. Vetdia juaj do të hap rrugë drejt një mirëqenie më të plotë. Ujori. Nesër do të ndihesh më i lidhur me njerëzit përreth teje dhe do të ndash momente të vjera me ta. Në aspektin profesional, një mundësi e papritur mund të shfaqet, mos e lër të kalojë pa u shqyrtuar me kujdes. Kujdesi ndaj detajeve në punë do të japë përparësi. Në çështje të zemrës, hap zemrën dhe mos ki frikë të shpallësh ndjenjat e tua. Mund të jetë momenti i duhur për të bërë një bisedë të sinqertë me partnerin, duke forcuar lidhjen tuaj. Financiarisht, është koha të jesh më i kujdesshëm. Shmang shpenzimet e panevojshme dhe fokusohu në kursime. Në përgjithësi, mbështetu te intuita jote, pasi do të udhëheq drejt zgjedhjeve të mençura. Një frymë e re po fryn në jetën tënde. Peshqit. Ndërsa dita fillon, energjitë e tua ndihen të freskëta dhe të rinovuara. Intuita jote e thellë do të ndihmojë të marrësh vendime të rëndësishme në punë. Mos hezito të ndjekësh instinktin dhe të besosh në talentet e tua unike. Në aspektin financiar, shmang shpenzimet e panevojshme dhe fokusohu në ruajtjen e burimeve. Në marrëdhënie, një ndjenjë romantike do të mbështjellë dhe mund të krijosh momente të paharrueshme me partnerin. Për beqarët, një takim i papritur mund të sjellë emocion dhe kthesa të reja. Kujdesu për mirëqenien tënde emocionale duke gjetur momente të vogla qetësie gjatë ditës. Një shëtitje në natyrë ose një meditim i shkurtër do të ndihmojë të gjesh balancën e brendshme.